Për pastrimin e pyllit, heqim këto të vjetra, të kalburat dhe do mbyllen të tjera. Do grumbullohen këto të vjetrat, pastaj do fillojmë punimi pastrimi që vijnë punëtorë për mbjelljen, seleksionimin e gjitha pemëve. I keni evidentuar zonat ku janë? Janë inxhinierët në punë, është komplet pyjore që janë vinë çdo ditë, kontroll kush janë të vjetra, që janë kalbur, do priten, do pastrohen, edhe do hiqen. Pastaj do mbjellim të tjera fidana të ri. Kjo ishte deklarata e dhënë më 17 tetor të këtij viti, pra muajin e kaluar, nga një prej përfaqësuesve të kompanisë që është kontraktuar nga Ministria e Mjedisit për të zhvilluar pastrimin e pyllit të sodës nga pishat e rrëzuara dhe që prej vitesh ishin të pahequra në këtë territor. Megjithatë, duket se menjëherë mbas punës që u pasqyrua në media, nuk është punuar më dhe makinerit bashkë me specialistët u zhdukën. Nuk dihet se pse aksioni i pastrimit është ndërprer dhe nuk po ecën me ritmet e duhura. Në këto kushte, kjo nisëm duket se më shumë se sa në interes të qytetarëve, duket private dhe as pak transparente, nga Drejtoria e Pyjores në Vlorë dhe Ministria e Mjedisit, pasi puna ka mbetur pezull dhe lind pyetja se ku do të çohen drujt e mara këtu. Pastrimi dhe largimi i pishave të rrëzuara do të përfundojë sipas afateve në muajin dhjetor, por deri më tani nuk është as 10% e punës. Deri në dhjetor pastrimi që të mbaroj pastrimin, pastaj fillojnë komplet evidentimi dhe mbjelljen e fidanëve të ri. Projekti për pastrimin e pyllit të sodës nga pishat e rrëzuara që përbëjnë një shitësi më vete, për shkak se prej vitesh kanë qenë atë. Të gjitha prej tyre paraqesin rrezikshmëri, janë të dendura dhe të kalbura. Projekti për pastrimin e pyllit të sodës nga pishat e rrezikshme ka mbetur në vend. Sikundër ndiqni edhe nga pamjet e filmuara këtë të shtunë në këtë zonë, nuk po punoi. Ndërsa nuk dihet se pse aksioni është ndërprer, në një kohë kur situata nuk ka ndryshuar. Pemët janë aty dhe të pahequra, në një kohë që aksioni do të vijonte deri në dhjetor dhe më pas të niste faza e mbjelljeve të reja. Por nuk dihet se pse nuk po punohet. Në këto kushte, kërkohet më tepër transparencë për këtë projekt nga kompania zbatuese, e cila më shumë se sa serioze dukej si fantazmë. Pasi vetë shmjeteve nuk ka asnjë logo të kompanisë, gjithashtu mungon edhe një tabel që të tregoj projektin me detaje. Në këto kushte duket se kemi të bëjmë me një abuzim të hapur.